Pogradeci pulsoi me ritmin e artit, energjisë dhe talentit të të rinjve në Pulse on Stars, një mbrëmje që solli në skenë muzikën, kërcimin, aktrimin dhe emocionet e vërteta të interpretimit. Të rinj dëshmuan pasion, guxim dhe talentin e tyre, duke përcjell energji të jashtëzakonshme te publiku që i duar trokiti në çdo performancë. Nga ritmet muzikore të interpretimet artistike dhe koreografit plotjet, Pulse of Stars tregoi se është një hapësirë ku ëndrat, pasioni dhe arti kthehen emocion për të pranishmit. E ku ka më bukur se sa të aktivizojmë të rinjt, të nxjerrim talentet dhe ne të krenohemi. Falenderoj kryetarën e bashkisë, falenderoj qendrën multifunksionale Rasgush Poradeci dhe të gjithë ata persona që janë marrë me këtë aktivitet, i cili për të parë do ta theksoj që organizohet si event në qytetin e Pogradecit, pasi vitin e kaluar është organizuar në Korç, dhe qëllimi jonë është që këto aktivitete të jenë më të shumta dhe të nxisim dhe të rrisim jetën artistike kulturore të çdo qyteti të qarkut të Korçës, të çdo bashkie, dhe kështu që besoj që Pulse on Stars do jetë ritmi i çdo dite në vazhdim të këtyre të rinjve. Falenderimet shkojnë për Këshillin e Qarkut Korç për organizimin dhe mbështetjen e këtij eventi, Qendrën Multifunksionale Pogradec, Zyrën Vendore Arsimore Pogradec dhe Qendrën Inkusat, të cilët bën të mundur këtë event rinor në Pogradec.